Dhe jemi dëbdu në rezultat direkt. Kështu që për këto kemi pas fakte, kam fakte, por janë të kota këto, plus pastaj disa aleanca të vogla, këto kanë qenë arsyet pse kemi rënë nga liga, që tha që u ikë për studios, unë së është të vërtet, po s'ka marrë hiq atë ditë, sepse kam qenë normalisht që kam qenë i zhgënjym, për faktin duke po mënyrë se si kemi rënë nga liga, unë menoj që kemi rënë pikërisht nga gabimet që kanë bërë arbitrat, sepse në 5 ndeshje e fundit ne jemi dëmtu, dhe jemi dëmtu në rezultat direkt. Kështu që për këto kemi pas fakte, kam fakte, por janë të kota këto, plus pastaj disa aleanca të vogla, këto kanë qenë arsyet pse kemi rënë nga liga. Kur thua aleancat e vogla, çfarë kuptojmë aleancat e vogla, Leci? Po tash aleancë me Drenicën edhe me Lirin s'kam pas pretendimin me fut Super League. Këtë dëquan aleancë? Menoj disa ekipet. Kamesi, tabelës duhe për mene emra. Tabelen ju lutem, Kamesi, Besa, Istogu, Rilindja, po thu kanë pas aleancë, Merdzura, Ovecin? Po tash nështë i Merdzura, Ovecin jo, por që kanë diku të ne. Kanë diku të ne, unë ju garantoj që për mu është eksperiencë shumë e mirë, sepse ti marrësh 13 futbolista, për njëherë, ti marrësh një ekip që klinikisht kanë qenë të ramë, edhe atë futbolist që kam thirë, ka hezitu me orë për shkak se ka thonë trener, jemi shumë ketë, s'mujna e marë pikë edhe ja u kuptoj. Por ti marrësh 13 futbolista, ti qëtësh në fush, edhe ti thush luni kështu si që duone, dhe me thonë për çdo lavdat ata futbolista, sepse kanë lujt futbol shumë të mirë, ku për 9 ndeshje, 10 ndeshje kemi pësu vetëm 4-5 gola, dhe me thonë kemi bo një futbol të bukur, kemi arrit rezultate kundër Liris, Istogut, 2 trepqa vllaznimit, rezultate të mira, por që në një moment kur është dashur të dalim pa, edhe mos të kemi, dhe me thonë, gabime nga ona e refera, unë menoj që na kanë kushtu me ranje, sepse neve na është prit vetëm një gabim, 2 gabime, dhe dalim nga liga, sepse kemi qenë poshtë, jem mënu me bo maksimumin, menoj që kam bo maksimumin, por që ka qenë e pa mundshme duke po gabime që janë bo nga ona e refera, sidomos në 4 ndeshjet e fundit. Leci, pyta ChatGPT-n qëka të quajmë aleancë, po thot një marrëveshje ose bashkëpunim ndërmjet dy ose me shumë paleve që bashkojnë për të arritur një qëllim të përbashkët. Që qash na e vje që nuk e dite që me aleanca? Jo, veç thashtë ta siguroj për dikën tjetër që nështë s'është të kuptu. Po vim provokimin në drejtës, sepse po të sulmon njerë zakonisht shumë, po te ke bo unë të komplimentoj këtë në studio që ke bo një punë njerë zakonisht mirë. Bravo, që ty e ke marrë një ekip që praktikisht u konë erane për ligës, edhe bravo qofë që ke besu dhe atë punë që ke borë, kështë që veç unë dëshiroj veç suksese tutje. Unë nësë bimë provokim drejtës hiq, por në dhimet, puna dhe mundi që kemi bo, për shkak disa refera që me dëvërtet në kanë dëmtu edhe kjo ka qenë arsyja pëse kemi gara nga kategoria. Sigur të kishte varë, ju garantoj që kur në futbol nuk ka garancë, por ju garantoj që na këshim shtu për i ligës, sigur të kishte varë, sepse na jenë më hu 4-5 penalti, bile Edin Faruku shumë mirë. Unë ka njerë e kam atë bisedat interaktive me Farukun, por që kjo është njëri që nëzirë shpejt nga njerë, por njëri që nëzirë shpejt, ose që i thot senet shpejt, është i drejt për drejt, edhe është i drejt, unë e kështu e quj, edhe mundet me pranu ose mundet me thonë që në ndeshjen e fundit, pikërisht ndaj tyve ne jemi dëmtu me një penalti që ka mujt me na mojt prapë në shpresë për me qenë në ligë, sepse kemi qenë matematikisht. Por vetëm këtë ndeshje për marrë që kemi qenë të dëmtum nga unë e referit, ku një refer që në të kalumen e kam lavdu. Ka qenë një refer që në ka referu shumë mirë. Kur ki fitu? Jo, kur kam fitu. Kur a i ka referu mirë.